të dashur qytetarë dhe qytetare të pranishëm, sot në këtë shesh, qytetarë dhe qytetarë të Tiranës dhe mbarë Shqipërisë, një përshëndetje të përzemërt vllazërore, të nderuar deputet të opozitës, drejtues të Partisë Demokratike, të nderuar protestues të Partisë Shqipëria Bëhet, sonte ne mlidhemi për të shpallur para jush këtu, për të shpallur para mbarë shqiptarve, se Partia Demokratike nis betejën e saj përfundimtare për fitoren e opozicës, për fitoren e shqiptarve. Miqtë e mi, parafosit këtu dhe kësun, se Edi Rama është një hajdut i papërmbajtur, por në të gjitha ligësitë e njeriut, ajo që shterron guximin më shumë është vjedhja. Ndaj dhe Edi Rama është frikacaku më i madh që ka njohur Shqipëria në atë detyrë. Vetëm një moment, shikoni se ç'bën çdo natë me Adriatik Llapajn, në protestë e tij më qytetare, më civile. Dhe një karriga aty, disa mjete, dhe proteston në emër të çdo qytetari. Çdo ditë, me orë të tëra, policia, banditët, ja u heqin çadrat, i heqin tovolinën, i heqin ujin, me akte banditeske. Pse kjo? Sepse ai është krye frikacaku i kombit. Krye hajduti i kombit është dhe krye frikacaku i kombit. Dhe u garantoj unë ju, se ai është aty, se ai vjedh shqiptar ditë e natë, s'ngopet kurrë, e the bukur. E thot bukur. Po, Gzim Sadiku, ai s'ngopet kurrë, ai bën të gjitha këto, vetëm për shkak ton. Duhet jemi të vërtet me veten tonë. Se e lejojmë ne. Se ju japiu fjalën nderit. Se kur ta zam të shesh, me betimin që nuk e lëshojmë, pa largimin e tij, ai do ja mbath. Po mi. Por, duhet të them këtu, koha ka kaluar sigurisht, megjithatë vim më të vendosur se kurrë. 2 mbledhje janë bërë 2 ditë të fundit nga forumet e Partisë Demokratike, kryesia e saj dhe grupi parlamentar. Kanë dalë me një vendim solem. Ti përvishemi gjerë fitore. Kanë dalë me një vendim solem. Se rrugë tjetër, përveç protestës, përveç përballjes, përveç kacafytjes me te, nuk ka dhe nuk mund të ketë. Miq, dhe për të gjithë shqiptarët, i ftoj ta shqytojnë votën
ja u shkelmon. Duke u shkelmon votën i poshtron, shkelmon lirinë e tyre. Votën në zgjedhjet e fundit për ta blerë. Të Tiranës Fali 2 miliardë euro 88.000 bizneseve. Në një kohë kur 760.000 pensionistë nuk blejnë dot ilaçet, nuk sigurojnë dot kafshatën e muajit. Votën e rëmbeu me bandit të administratës amoral që shtrojnë misionin e tyre, detyrën e tyre në shërbim qytetarëve, në plaçkisjen e grabitjes të votës tyre.